të jenë të shoqëruar në rrugën e tyre të formimit nga profesionistët e fikantierit dhe do të formohen dhe do të arsimohen si në Itali, pikërisht aty ku fikantieri ka dhe shpirtin e saj, bazën e saj, por edhe në Shqipëri, në Pashaliman, ku ky shpirti i dytë, themi, do të marrë jetë së shpejti. Dhe nga ana tjetër, kjo marrëveshje hap rrugën dhe për një diskutimi të ri për arsye ekonomike, të natyre ekonomike, si për fikantierin, ashtu edhe për Kajën, për Shqipërinë, sepse, siç thash, sigurisht do të jemi të parë që do të përfitojmë nga produktet e shoqërisë, në mënyrë konkrete nga 2 anijet e para që do të ndërtohen për forcat tona të armatosura dhe që do të çojnë në shtat numrin total të flotës tonë, e cila në termat e përcaktuar nga statusion madhor, po sigurisht dhe me NATO është një numër optimal për sa i përket peshës dhe përgjegjësisë të Shqipërisë në Mesdhe. Dhe më pas, sigurisht, prodhimi do të vazhdojë më tej për të eksportuar këto anije aty ku sigurisht është e qartë që teknologjia e re dhe inovacioni që do të shoqërojë këtë rrugtim do të implementohet. Është diçka fantastike, pa egzageruar fare, sepse kemi arritur pikërisht në këtë pikë, po ja tregoja, po flisja më parë dhe me shokët tanë të fikantierit, që unë kam bërë një nga vizitat e para jashtë Shqipërisë, si i ri, si kryeministër i ri, saktësisht në vendin e fikantierit, pra në bazën e fikantierit, në selin e tyre, dhe aty kam vendosur para ati grupi drejtues asaj periudhe, pikërisht kantierin e Pashalimanit, duke thënë se ndoshta do të ishte interesante të shikonim pikërisht në këtë kantier mundësinë për të hapur një filial për kërkimin dhe inovacion për fikantierin. Por sigurisht ishin kohë paqeje, periudhë komforti, pra ishin në periudhë mbrojtje ndërkohë që Europa flinte. Sot kohët janë të ndryshme dhe kanë diktuar pikërisht këtë hap të fikantierit drejt Bregdetit ton dhe drejt kësaj marrëveshjeje që është me të vërtet një ëndër për Shqipërinë dhe për forcat e armatosura të Shqipërisë, si dhe për ekonominë industriale të Shqipërisë. Dhe ndërkohë, ne do të përfitoja dhe për të falenderuar nga zemra presidentin Di Leonardo dhe përfaqësuesit e Di Leonardos që na kanë qenë afër dhe dhe kam vendosur të bardhën zezan mbi të bardhë marrëveshjen për të përforcuar mënyrën në mënyrë shumë të kompletuar mbrojtjen tonë si nga ana detare, po dhe nga ana toksore, me sistemin kundër raketave dhe sistemin e mbrojtjes në det.